ata duke qenë kaq gjatë pushtet, duke ndëruar vendet me njëri tjetrin, kanë prodhuar një sistem ku edhe baza ekonomike është e përbashkët. Pra, biznesi klientelisë është i përbashkët. Biznesi A, biznesi B, biznesi C, ata që bëjnë kulla, ata që kanë portet, ata që kanë aeroportet, që marrin tendrat, që marrin rentat, që marrin privilegjet, që bëjnë ku diun gjithçka në Shqipëri, dhe janë të përbashkët. Sepse janë produkti i këtij 30 vjeçari të këtyre dy partive të mëdha gjigante që kanë alternuar veten. E para, e dyta, baza mediale, mediat e mëdha, media A, media B, media C, televizioni V, F, L, D, ku diun, gjitha këto janë prapë e përbashkët. Janë e të dyjave. Por ka gjë edhe më të rëndë. Këtu un kam idenë që edhe krimi i organizuar është i përbashkët. Banda X, banda Y, organizata Z sepse janë të kalcifikuar, të solidifikuar për një kohë shumë të gjatë dhe pra, si më thënë, është puna një icebergut të madh, i cili pjesën e dukshme ka politike nga partitë politike. Ka dy partitë të mëdha. Këto dyja janë kundërshtarë me njëra tjetrën dhe aleate me njëra tjetrën, sepse baza e poshtë është e përbashkët. Pra, pjesa poshtë e padukshme e icebergut është biznesi, media, krimi dhe faktorë të tjerë social dhe ekonomik të Shqipërisë, janë trupi bashkë dhe ato kontrollojnë dyshën sipër. Kështu që në këtë kuptim është gati e pamundur që partitë e reja dhe shoqëria dhe individuale, sepse këta kanë mediat, këta kanë gjithçka, kanë pushtet dhe kur del dikush ta sulmojnë, këta të grejnë, të sulën me gjithçka.